Do t'i lëmë radhë tani hapësirës e telefonatave për të komunikuar së bashku. Kemi propozuar një temë që është aktuale e ditëve të fundit, e kohëve të fundit, që ka tërhequr vëmendje, ka shkaktuar dhe debate politikisht, në disa qytete janë zhvilluar edhe protesta nga këshillat bashkiake, nga qytetarët, bëhet fjalë për numrin e mundshëm të zvogluar të bashkive sipas propozimeve që po bëhen nga majoranca për reformën territoriale. Majoranca ka propozuar 46 bashki, nga 61 aktualisht, janë disa të tjera të konsideruara të vogla që mund të bashkëngjiten disa bashkive më të mëdha, por për arsye të ndryshme ka hasur edhe në kundërshtime. Për këtë flasim tani në temën e telefonatave dhe të komunikimit së bashku. Do të shkojmë tek telefonata e parë me njerë. Sa po tjetë gati, sjellim kujtesë që në disa qytete ka patur kundërshtim fort. Për shembull, dje në Vlorë ka patur edhe një pozicionim publik edhe më saktë në Selenicë nga Këshilli Bashkiak, por ka raste të ndryshme. Kundërshti apo pakënaqësi janë shprehur në Maliq, në Divjak e kështu me radhë. Mirëmëngjes, telefonata e parë, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotri, faleminderit për telefonatën, po ju dëgjoj, po flasim për numrin e bashkive. A duhet të ulet, pra duhet kemi më pak bashki, kaq sa kemi apo më shumë? Jo, do të kemi më pak bashki. Më pak. Do të kemi, bile do të them, unë do të shku me 26 rrethë si që kanë qenë përpara, me 26 bashki. Për arsye se, këte opozita thotë që nuk ka njerëz, ka hikë këtë jashtë. Ate ku ka hikë njerëzit jashtë për zotëri. Po si do paguhen ta? Me taksat e shqiptarëve. Për ne themi që duhet zvogluar numri i bashkive. 46 janë shumë. 46 janë shumë. Për ne nuk duhet me dëgjuat ima, ati ka një ngordhur. A i ka ngordhur, a i mësë ngjonit ima, a i ka një ngordhur. Për ne që duhet zvogluar numri i bashkive. Për arsye se ato jetën në bashkit jetën në taksat tonë në mërzëtri. Janë mush bashkit janë plot, bashkitët ja si punë se bëjnë, për ne që duhet zvogluar numri i bashkive. Jo, as 26, në poshtë se 26. Edhe 26 janë shumë. Mirë, edhe 26 ka një vlerësim të... Edhe 26 mund të ketë një vlerësim të tij brenda, pra zhvillimet demografike, analizë financiare, ekonomike. Mendimi im është që janë shumë 26 për arsye se përdesa thot opozita që nuk ka njerëz, të qytë në hynë punëve. Gjitha ta kuadra që gjitha ta punëve si ka në përbashkit. Ata jetën, bashkit jetën në taksat tona mërzotëri. Po kjo propozimi opozitës për 100 bashki, se po sjellën vëmendje këtë argumentin që nuk ka më njerëz. Pa ajo është opozitë, aja ka qenë dhe është opozitë shkatërrimtare për popullin shqiptar më përvilet. A ka thonë provët e qysh në fështatën. I ka thonë provët disa janare, i ka thonë me gërdete, a i ka thonë provët, ajo është opozitë shkatërrimtare. Ajtë miru pafqim. Faleminderit për telefonatën edhe mendimin që datë që përcollet për temën e ditës. Pra flasim pikërisht për mënyrën se si do t'jetë e ardhmja ndarjes administrative territoriale, është duke u diskutuar, pak ditë më parë kreu i Partisë Socialiste dhe kryeministri Rama ka zhvilluar dhe një mbledhje me 20 kryebashkiak. Siç është kuptuar, aty ka patur edhe debate, diskutime të forta me disa prej kryebashkiakëve që ishin të pranishëm, por ideja është çfarë perceptimi ka për më mirë si qëndron mendimi i telefonuesve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit për telefonatën. Ju dëgjoj, zotri. Dëgjoj, unë kam një problem të tillë. Kjo dhapë e madhe dhe të gjithë invalidët, sidomos invalidët kardiak rrinë nëpër shtëpi me kondicioner. Shteti do marrë madh aty subvencionoj këto. Ku qëndrojnë edhe një herë të lutem se nuk të kuptova. Në shtëpi me kondicioner, më dha. Po? Korrenti po shkon 140.000 lekë morin. Ta shihni ju.
Çfarë masash Do- thoni ju? Çfarë Ta masash subvencionojnë, propozoni, valla. kërkoni? Të rimbursohet fatura. Invalidët e punës. Si se subvencionoj për të muaj. Pagesën e energjisë elektrike. E kuptoj. E kuptoj. E Mirë, kuptove? e drejt nga ana juaj, ju jeni pjesë e një kategorie të tillë, zotëri? Pra, Invalid kardiak me 2 bypasse jam. e kuptoj. Faleminderit, jam dëgjuar. Mirë, faleminderit dhe ju edhe që shprehet një shqetësim tuaj nëpërmjet telefonatës. Ka kategori të ndryshme të shoqërisë që ka nevojë për vëmendje, siç ishte zotëria që shprehu shqetësimin e tij. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Faleminderit për telefonatën zotëri. Si gjykoni? Pra, referuar temës, duhet Faleminderit ulur dhe ju. numri i bashkive, duhet qëndrojnë kaq sa janë, duhet rritur? Po është e thjesht fare kjo. Të përçar na do armiku, të bashkuar duam në njëri tjetrin. Sa më shumë të përçahemi dhe të zvoglohemi, më kollaj na kanë për të na cunduar, për të na dëmtuar. Dhe një shembull po e marr kështu. Po? Evropa po bashkohet apo po ndahet? Të paktën cilat janë qëllime. Po bashkohet. Ne kur kemi si përmarrje të mëdha, bashkohemi apo ndahemi? Kjo është më se e thjeshtë. Qëllimi i opozitës është ai që ka qenë dasha keqës për Shqipërinë. Jo, nuk po pyesim për opozitën, po mendon pyesim që për duke- një numër të mundshëm të bashkive në të ardhmen. Pra duhet ulur, duhet qëndroj kaq sa është, Sa apo më të duhet të vogël, rritur? sa më të vogël. Sa më të Sa vogël? më të vogël. Po çfarë sjell më një të numër vogël. më i vogël Sa më të bashkish? vogël, sigurisht. Çfarë sjell një numër më i vogël bashkish? Po sjell bashki. Po mirë. Ja, nisemi nga pyetja. Bashki do të thotë të bëhemi bashkë sa më shumë apo do të thotë ndarje, veçim. Sjell organizim më të mirë. Po, dhe Sjell në këtë sens, ku shkojmë? atë që Se ideja, Në këtë shqetësimi sens, mesazh duke u parë bashkuar është ne për mungesën ose coptimin e shërbimeve ose vështirësinë për të marrë shërbime tek institucionet e pushtetit lokal pastaj. Jo më se shërbime tu i marrim gjithë në tani, nuk është se na për kam penguar bashkit. Fare, ka asnjë pengesë për shërbimet. Ka dhe një mundësi tjetër PD-ja që me anë të bashkive të vogla, me që ka shanse shumë të vogla për të fituar, edhe mund të fitoj ndonjë po të ketë shumë. Po të ketë pak fiton asnjë ajo, nuk ka probleme për Shqipërinë, ka problemet e veta. PD ka kalkulime elektorale, thonë Pak ju. bashkia ajo fiton. E kuptova. Po, pikërisht pra se ka mundësi, kur janë shumë mund ta marrësh një. Kur janë pak, nuk mund të marrësh. Kjo ishte për bashkitë dhe kapse të diskutohet më kjo. Mirë, faleminderit. Faleminderit zotëri për telefonatën, ditën e mirë, edhe faleminderit për mendimin që shprehet. Jemi drejt për drejt në shtypi ditës dhe ju, këtu në Report Televizion, jemi diku në gjysmën e dytë të minutazhit që kemi në dispozicion për këtë hapësirë. Po flasim në hapësirën e telefonatave për propozimet dhe mundësit për të ndryshuar ndarjen e bashkive në vend. A duhet zvogluar numri i tyre? Për këtë po flasim. Shkojmë direkt tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Jetë telefonata e radhës si pa të full, ku e në gjënë të para fullësit të këtë televizioni e juj, Po? si këtë janë të abonum ata, po ti herë të ashtuhish, mua poplë shqiptar që e ka zvoglu, pa i zvoglu hesen e drejtusit i ka zvoglu këj përbin që unë kisha mje nërsa aprap jo vjen që ashtu po mirë Shqipënia kër i thirë kër me një të ki, po kjo është një kër hajdut, kjo është një kër menel, kjo është një mosë botet, po kjo është
Po si i therat kryeministë e si do i thënë më kë, po ky s'ka pushtet lokale, s'ka pushtet qendror, po ky s'ka drejtësia, s'ka institucione në qeveri, e po dhe me bota është bashki, e me ro. Po aja po lëvojnë qytë e ka për bon, qeverinë e gojnë popër për në ti, a shkoj të me botë një, ma që a dojtë pushtetet lokale, a dojtë pushtet. Bashkitas, komunat, vetë aty dohet në mërë, që ka bo atë kryeministri, e ka qenë, e ka në zi, e ka bo atë kryeministri një, Ramazonet në kone dy, duhet të shpëlahen edhe në atësit. Mirë, okej, mirë, faleminderit për telefonatën, e kam pamundur të kuptoj, pra duke bërtitur, ndoshta është Nikola i famshëm telefonuesi, që është i zakonshëm e i abonuar të gjithë programet me sa duket. Shkojmë të ikë tjetër telefonat. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, faleminderit. Mirëmëngjesi, ju dëgjoj. Respekt për ty. Si ka mundësi kë njeri që i del çdo ditë, a thonë mos ka pagua kanë atje ku i marrin kërkesat e tia, e tjetë nuk dalën me 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj. Cili kështu? Prandaj, a ka mundësi... Zotri, uleni volumin e televizorit, dhe më dëgjoni vetëm nga telefoni, sepse nuk mund të kemi vonesa, se marrim dhe kohën për telefonuesit e tjerë. Po, e ula. Dhe shpejt që të marrim edhe kohën e nevojshme. Po. E ula. Ju dëgjoj tani, po. Ai me gjak shkodronin dalën ditë për ditë, si ka mundësin këtë mënyrë më, shenë të njëtë. Prandaj tjetë nuk dalën me ka 6 muaj, ai vetëm bjellë, nuk ka si gjonë të mirë, nuk fletë për shtetin. Ai dojnë shtetin me mjellë, si ku lopën, pa e dalë me hongë, nuk të qumë. E kuptoj. Mirë. Faleminderit për telefonatën dhe për mendimin që shprehet. Mirëmëngjesi, telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, unë jam një banor i Selenicës. Po? I bashkisë Selenicës. Po, ju dëgjoj. Kryeministrin e përshëndes në maksimum për arsye se ka marrë një vendim të veçantë dhe konkret. Bashkia Selenicë me përjashtim të shpenzimeve buxhetore për një mori punonjës, asnjë efekt tjetër nuk ka. Kështu që unë mendoj që numri i bashkive të ulet dhe të shkojë atje ku duhet faktikisht. Për arsye se është një bashki formale dhe pa asnjë efekt, pa asnjë prodhim, pa asnjë prekupacion, vetëm interesat e tyre, asgjë tjetër. Po, ky shqetësimi për një farë identitetit bashkive, për shembull, në Selenicë kemi parë edhe dje që ka qenë një mbledhje e këshilltarëve të pushtetit vendor, në vendet tjera, pra është ideja që Divjaka nuk do me Lushnjën. Selenica e ka këtë problem me Vlorën? Jo, Selenica e ka i të thjesht të punë. Vlora me Selenicën, me që është bërë dhe rruga, është shumë e thjesht, nuk është si Divjaka me Lushnjën, është shumë afër, dhe problemet i zgjidh Kaj Kollaj sa nuk i ke iden. E para, e dyta, unë mendoj që çdo gjë sot është zgjidhet online, nuk ka nevojë Selenica që të ketë një mori punonjës, që për mua paguhen kot, për mua. Unë jam një pensionist, por jam dhe një socialist 20 karat. E kuptoj. Mirë, faleminderit. Unë them realitetin, më fal. Unë them realitetin, sikur të isha dhe ekstremisti i djak, por Bashkia Selenicë nuk ka asnjë funksion për të mirën e popullatës. Çdo gjë e ka Vlorën e ka shumë afër dhe
probleme zilën kaj kollaj sa nuk e ke ide. Mirë, është kriju perceptimi që zonat periferike të bashkive mund të kenë më shumë probleme. Për shembull në Maliq, në zonën e Korçës, ishte një fshat që mund të rezultonte diku tek 30 pak kilometra larg nga njësia administrative. Pra, është dhe ideja e zonës periferike, që është ngritur si shqetësim për të marrë shërbimet. Po, kurse zona pjesa e bashkisë, që quhet Bashkia Selenicë, Po. fshatrat që ka kjo bashki ka më afër me Vlorën se sa me Selenicën. Për shembull, Selenica, po ta marrësh si Selenicë që ka qenë më përpara qytet, Po? sot po të bësh një stari janë shumë pak banor. Kurse fshatrat rreth e qark që përfshihen në Bashkia Selenicë janë më afër me Vlorën se sa me Selenicën. Falenderoj zotri, të falenderoj për telefonatën.